Pasu 1 milion shë, prej 5 lopëve me kalu, do më thonë 50 kërë lopë, po është Jo këgja një 50, arriti. 100 i kemi pas, verës kemi pas 100 Po, vesh. okej. Po, 100, se viqat si vjeti kemi shit. Ti- Po vynë kjarri, i shesh 3 lopë, bon tirat, 3 lopë i eki, i blej një kjarë. Që thash momentalisht i kemi 60 krejra. 60 kërë lopë. Jam bot çmime 3.000 euro për lopë. Çmimet krejt janë rritë, se rritë vesh lova. Sa shatë ti një? 2950 euro. Qysh 3.000 euro, a janë tranu, në Zvicër janë ma lirë. Janë tranu njerëzit se s'po dojnë. Kur mos duhet të unë bështaj mundi me bo çmimin njerë me shit qurë. S'po dojnë lopa? Çdo shtëpi ka pas ka një lop, ka 2, ka 3. E vërtet, bile për veti, e ka veç na fermerët kemi. Në më thonë këtu kina orë në bjeshk në majet të pojes. Majet të pojes. Ku e keni edhe ju... Fshatin e fundit. Në Zapluq. Në Zapluq. Ku e keni edhe ju dhe më thonë shtallën e lopëve po. këtu. A e keni ndërtu me vetë apo ju ka ndihmu shteti? Jo me shtetin. Shteti ju ka ndihmu grantët, a? Okej, sa kërë lopë i ki shpend? Që thash momentalisht i kemi 60 krejra. 60 kërë lopë. Që, do më Do thonë... të lopë e viqa. Okej, a e keni lopë qumshtore apo që... Po, qumshtore. 50 krejra lopë qumshtore i kemi, dhe një 10 viqa. Edhe 10 viqa, do më thonë që po duken 3 se po dolin jashtë, so kanë lindë. E dishta me të pytun e ty, litra qumshtit, a shit një djathin apo qumshtin me shumicë? Jo, qumshtin jam i të shit. Okej, qumshtin e shitni, a? E shitni me shumica? Po, me Sa po shkojnë litra? 40 cent, 50 që t'i parni. Okej, apo ja vlen? Ja vli. Ja vlen, a? Sokesh. Apo e shitni për naj kompani këtu vendore? Po, sharri jem bërë. Okej. Sharri. Edhe keni do me thonë tregun për thëmë shtu të Kompania vjen e merr shtëpi, po. Janë këtu ja u merë do me thonë qumshtin, a? Edhe a i mjellni me makina? Me makina. Me makina. Ta shti ka orë do me thonë kjo sistemi i ri që s'ki nevoj Kret me makina ime. me i mjell me dorë edhe Ja me dorë. shpend për lopët, kush kujdeset të? Kujdes me kemi këtu. A keni naj punëtor, a? Po kemi Okej. punëtor, po edhe vetë më shumë. Edhe veta. A dojnë kujdes lopët, të nkrasim do me thonë me... Që edhe këtu i kemi marrë gromë. 20 copa. Okej. Ka është si ljazha, qa? Po, si lashe. Si lashë. Okej. Edhe tash të çmimet janë rritë shumë shpend. Të lopëve. E qërë, po thënë, çmimet krejt janë rritë, se në rritë vesh lova. Sot njerëzit po thënë, jo të love dhe të qingjeve, vendë janë rritë, po krejt çmimet janë rritë. Po, e vërtet. Edhe pi duket nashta Po, shumë dhe pi duket shumë. Po, se tash të unë ku mbo shumë intervista edhe jam bot çmime 3.000 euro për lopë, do me thonë. Lopë e mirë, lopë e keq që nuk diju na ashtu me dallu, po qysh, sa shatini ju? Që na që i kemi 2950 euro. Do me thonë, 3.000 euro keni blej lopë, a keni shqip? Jo, i kemi marrë grant, po njerë duhet mi pagu vetë. Okej. E më thaj qeveria t'i shënë. Okej. Hajde Do dolim thotë kemi jashtë, pagu na. unë mos mu dëgju, do me thonë në momentin që flasëm Që makinat e qumshtit dhe t'i jam i poshtë. Do me thonë, çmimi është real, që ashtu 3.000 euro kushton lopa sot. Për ata që thojnë, apo blin kerë, apo blin dukat, është lopë, qysh 3.000 euro, a janë tranu, në Zvicër janë ma lirë, qa i kështë thonë t'i këtyre? Jo, mos janë tranu, po janë tranu njerëzit se s'po dojnë. Kur mos duhet t'i unë bështaj mundi me bo çmimin njerë me shit qumshtit. Po dojnë lopa? Çdo shtëpi ka pas ka një lop, ka 2, ka 3. Okej. Sa kanë mujtë me rrujt. E vërtet, bile për veti, e veç na fermerët kemi. E pse ka orë këtë ditë shpend, pse ka orë shpend këtë ditë që mos me i dosht lopë. Na i në arrit që shtash edhe më herët me lope, me dele, me... Sidomos lopë çdo shtëpi e ka pas pak të një lopë. Thash edhe ma e, kanë gjithë hazër, mami. Ma mirë hazdër po të Jo vlavi, jo baba, jo hoxha, jo ky, ja që kanë. Me na moj dikush tjetër, a? Po, me na moj dikush tjetër. Kërkush s'don pi njerëz vetë. Se këto kret me njerëz janë bërë. Pa, dën kujdes, lopa, qatë shumë sa që thojnë, jo tash jem na për puna, nuk për muj, ma nena krena. A menon që lopa dën kujdes qatë shumë? Edhe që jenë në për punë, kanë mundësi një lopë, 2 lopë, për familjen e vetë, për fëmijët e vetë, mujnë me edhe. Paguta, se kanë kohë. Zemëll shkon deri në 3 kryen punën, 4 deri në 8, 9 mbrëmje, kanë mundësi një lopë 2 minutë.
Kanë mundësi. Po, kanë mundësi po sfidojnë. E pse sfidojnë? Diçka që Kanë gjithë më mirë, më hasdër po thua, me na moj tjetër kush. Edhe na populli pak. A je prej atyre blektorëve që mendon që fakti që sfidojnë lopë sot kanë diku gratë? Ja, të na gratë s'kam. Jo, se po thojnë gratë s'po dojnë me moj tani na knina, a kanë faj grata ju? Ja. Që gruja vjen kur si kemi këta punëtorë të granirë kur i shojnë kushin, vjen i mielin bosh si apo. Do të thosh shkurt e shqip gratë s'kam faj. Ja, gratë, ja, për pjaqisin grave fajnë. Po, dhe pjaqisin. Ka, ndoshta, ka. Po, po janë të vogël ato rostat. Të nojo. S'moj me thonë që gratë. Që, për shembull, unë kom djalin e vllavit, u ka qenë drejtor në shkollë mjekësisë në Prizren. Po, edhe gruja jep mësim aty, që vinë mirën me lopë. Edhe do me thosë se kanë problem, po, si se kanë problem, bravo i qoftë. Çdo mëngjes tu është. Shpend, tash ti me llogarit të dalin 200-300 mjarë veç që të stallë nashta pasuni me lopë. Po, dalin. Varë që shpunosh, se këto janë shumë dishme të lopët. Në thejmë, ajë shka ka lopës qitli edhe një thonë. Lopët do kushtë. Do me mjel me rorë të regu. Po, do në me mi qitë, shtash edhe qitja edhe më shilja derën edhe apo cofa, a osmu, a shka ka, do kushtë. Do me thonë, ti, unë e di që s'mirësh vesh me lopë, familja ju e kom fjallën, se nuk je veç të qameve, po jeni bashkë, do me thonë, i keni bashku forcat. Sa i nëzirë për shamull me lopë? A i nëzirë njeri në vetë një shumë këgjat madhe rreth 20-30 mjarët poqa, apo ma shumë? Veç me lopë e kom fjallën. Ja, ma shumë sjesin, Po 20-30 mjarët jesin. Një rogë e mirë jetë. Edhe më staj pe logaritin njerëzit veç rogën. Po edhe këto jenë marë. Dojnë hangër, dojnë... Jo, dojnë. Po për shembull më ranë në zonë, i shesish. 3 lopë, 5 lopë. E krysh punën. Do të thotë ato të jenë punë i veç qatë rogë e kje. Po dhe më ujtë vjenë, qatë rogë. E për këtynve e marrës rogën, po edhe plus i kje... Po me me të kesh, diçka më në shmishit, i ki lopë në vend. 2 lopë bojnë 6.000 euro, kështu që me me të kesh, diçka. Që një kjarë. Po, një kjarë e blenë, bile. Po, që kjo është e mira, pa, e keni tregun e sigurt, kur dilni mi shit ose diçka, a blenë shumë. Sigurt, po, por vitri kjetë tuin nga i shisë, në doli i trekiq. Këtu do me thonë një njerës të... Filmas luftës, në hiqë nuk doli. Okej. Kjetë i shisën tu. Apo më tregon ti mu fillimet e tua. Ti thë që ja ke nis me dele, do me thonë fillim ja keni nis. Keni pas dele. Gjithni kemi pas. Po edhe lop. Gjithni, delet, lop, gjithni kemi pas. Qysh janë ko fillimet, a janë ko të shtira, se di keni gjatë dhe të krerë lop, do me thonë, po me sa lop ja ke nis? Po e normal, janë të shtira, se po shamull na përpara jemi marrë me 3 lop, 5 lop. Po gjithni kemi pas. Gjithë keni pas, po. Gjithni, e shtash këtu 50 copa janë dojnë, unë dojnë. A ju është A bishe këto, ku vjen akshon, mos mi u qitë korin e qesin. A di që shpollin? Po. Thush që një javë si pas kanë qitë. Po e vërtet se kjo... Kur i vjen e koha vit, mos mi u qitë korin e qesin. Kretë pollin. Kur ja keni nisë në fillim, ose në kohët e më hershme, a e keni menu shpend, që keni marrë me një ditë, që keni me qenë, do më thonë, me rrëth 50 krejë lopë. Prej 5 lopëve me kalu, do më thonë 50 krejë lopë, po është këgja një arriti. 100 kemi pas, vejrës kemi pas 100 vesh. Po, 100, se viqat si vjetë kemi shqitë. Tira vjetër nuk kemi shqitë. Okej, do më thoi pas kanë meta, do pore prej viqave, që atër në kohën e dimrit. Vesh si vjetë kemi shqitë. Po. Se tira vjetër nuk i shqitë. E pika të so kanë shku si, do më thoi vitin e kalun pibjan? Mirë. Mirë kanë shkua, okej. Nuk ka që me të që. Do me thonë me dosht, mu mirë me to, fitimet janë këgjat mira dhe këgjat mdoja. Jo, palacion, po të mira janë. Do thot me gjallnutën e që thënë, mirë është. Kryesora ma mirë se në Zvicër edhe në Gjermani. Shumë ma mirë, jo ma mirë, shumë ma mirë. Shumë ma mirë. Që shtë tha dhe ma herët me të keq, e shet 1, i shet 2, i shet 3, i shet 5 edhe ti. Po vynë kërri, i shet 3 lopë, bon tirat, i lotë raviqa, 3 lopë i heki, i bleni kërë. Edhe për audiencën që shë falëm, ti do me thonë mirë është me shumë gjona, e keni restorantën gjalltore në atë në Suarek që shumë djetë, keni do me thonë edhe rreth 60 krejë lopë. Avër 40 vjetë në Suarek. Do me thonë qenë keni këgja mëti, do me thonë ato ujra.
Dhi i pote 60 kërdi edhe dele. Po, me kita jonë më shumë. Ma shumë, a? Dhe 100 ose mi 100? Ja, 100 janë. Okej. Edhe dele rreth 200 kërë dele. Me cilat fitoni ma shumë? Edhe avër 150 kinja i kemë. Okej. 350 ato. Bravo ju qoftë për njerës punëtorë, sigurisht që s'nalen asë Edhe njëherë. 400, bi 400. Po vlera totale me llogarit në ashta, me keq që tu që apo i flasëm, milionshin e prek. A, po që tash pasuni. Pasuni milionshë, Kemi, zemër të s'mujnë me thonë pojës. që s'kemi pasuni. Po plus patët edhe mjetë bujqësore, traktora e këtu do më thonë, po prapë më vje mirë që Që është tash të fshatit tonë i ka orë vlera. I ka hy vlera. Është fshat turistik. Ush po fshat turistik, që tash ku të shkojmë si të shkojmë vjesh, atje, e shehuvish. Okej. Atje kemi një libath, pika rafë që si kjo. E sa po shkon E ori, kemi një, që aty një hektarë është, 12.000 euro ori. në zapluq të pojës, 12.000 euro ori. Okej. Me që apeshit një përdojnë. E unë nuk ta llogarit atukën që e keni, po veç me qëtu me dile, me dhi, me restorante, shtina pak edhe këtu, 1 milion euro Edhe të pasuri. Malishevës kanë orë të përndoj. Ndjeshkë. Kanë drejt shpia, kanë drejt. O villa e këtu gjonat, vikendica, restorante malore, po bravo i qoftë. Pi domethënë. Malishevës, Kanë orë në poj. Po, në Bjeshk aty. Po, në Bjeshk, Zapull. po. Bravo, po m'vjen mirë që i ka hyp vlera si bujqësi, si blegtorisë dhe po m'vjen mirë me shpërndoni shembull një familje të suksesshme, si jeni jo, edhe që prapë se na shqiptarët e këshyrim edhe këtë pjesën e fitimeve këtu, fitime gjithmonë ka, po prapë njeri kur si dën, nuk ban më mirë. Kur i dën, mundet me ja dojnë. E për shembull nëse një fermier i tri i duhet me ja nis, nëse për shembull dikush don me ja nis kësaj pune. Sa do të me pos poret po, qa për me investu edhe me ja këshyrë në ashtu? fillimi ka vështërsi. Fillimi ka vështërsi, po mos naj si ti bën 5-6 lop, mos naj s'ka vështërsi. Po, okej. Mundën ato për shembull për një vit mi bë 12 copa. Mos naj vitin e tret 24 copa sa i vjen. Po, edhe me i shtu ko paskuar, plus nxerr qomsh, Jo, nxerr jo ku paskova, por nxerr, do thot po. për 3 vjet mundën mi bë firmë. Për gjithë ata fermerët e ri që kanë qef, do më thë po shpesoj Edhe jo mi blit goç me lopët, po mi rrit vet. Mi rrit vetë edhe Mi mi rrit shumë edhe mi shtu një pas një. Do thot për 3 Shtan, vjet. faleminderit shumë, mu po m'vjen mirë S'ka që problem. këtu... Faleminderit edhe ju që keni ardhur. Opoja tash duket pak larg prej Prishtinës, por nuk është edhe qaq Ja, larg. s'është. E keni rrugën e re këtu rreth 15 kilometra, Që unë 17 trovoj deri për në Prizren. pikë tuit që është shkarat e mi. Për 1 orë e 20 minuta shkojmë. 1 orë, 20 20 minuta minuta po. shkojmë. Që as 20 minuta si bëjmë Prizren. Shpend, a e ke dhe një mesazh të fundit me ja dhon audiencës, kudo që na ndjekin, qoftë atyre trive, qoftë njerëzve që janë pak ma në moshë, çfarë i kishe thonë ti vetë? Jo trive, jo veç trive, po edhe më shumë. Merrni me këto, sa ki mundësi. Merrni me këto, është lërsi, është natyra mirë. Natyra mirë, shëndeti, po, Shëndeti, po, ushqimi bio. Tjetër s'po di çka. edhe kur gjo një rrugë të mirë nxerr. Faleminderit shumë, Shpend. Faleminderit edhe ju që keni ardhur.